إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Me të vërtet lavdërime dhe falenderimet I takojnë vetëm Allahut, atë e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut prej gabimeve tona dhe prej punëve të këqija tona. Atë që Allahu e udhëzon nuk ka kush e humb, dhe atë që e humb nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka Zot që meriton të adhurohet pos Allahut dhe se Muhamedi alayhi salam është rob dhe I dërguar I Tij. O ju besimtar, keni frikë Allahun, ashtu si që I takon atina dhe mos vdisni vetëm se duke qenë musliman. O ju besimtar, fëmijët janë dhuratë që na jep Allahu subhanu wa taala. Fëmijët janë dhuratë. Fëmijët janë njëra prej kënaqësive të kësaj bote, thot Allahu në Kur'an, al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya. Pasuria dhe fëmijët janë zbukurim, janë zinet I kësaj bote. Fëmijët ta zbukurojnë jetën në dunja. Gjithashtu, fëmijët mujnë mu kanë sebeb që ti në botën tjetër mu kanë prej banorëve të xhenetit. Nëse ti ke eduku fëmijët ashtu siç duhet. Nëse ti ke eduku fëmijët me edukim islam, ju a ke mësu tauhidin, ju a ke mësu njëshmërinë e Allahut, ju ke mësu fëmijëve namazin, prej çështjeve më të rëndësishme në edukimin e fëmijëve është më mësu namazin. Kjo është prej më të rëndësishmeve. Që ka thonë pejgamberi alayhis salam, fëmia kur ti baje 7 vjet, urdhëroje për namaz. Edukoje për namaz edhe ç'është I vogël. Edukoje për namaz. Se namazi është prej çështjeve më të rëndësishme. Ti prej fëmijës tan prej mosh shumë të vogël, mi jam mësu se do të marrë në xhami, mi jam mësu se do të miron sejdë Allahut subhanu wa taala. E jo kur ti baje 15 vjet, 20 vjet, atëherë e ki vështirë me pru në xhami. Pra edukoje fëmijën me edukimin që na ka mësu pejgamberi alayhi salam. Jala ibn Amirin e përcjell, një herë thot Hasani bashkë me Husejnin shkuan tek pejgamberi alayhi salam dhe duke vrapuar edhe ai I shtrëngoi duke thënë: vërtet fëmia është arsye e kooperacisë dhe e frikës. Çfarë do të thonë ka ky hadith e pejgamberit alayhis salam? Se shumë për njerëzve nuk japin tutu që pilojnë fëmijët keq. A dihet se risku është në dorë të Allahut. Baba dhe nana mund me dek. Mirë po, riskun e kanë fëmia. Allahu ka caktuar riskun, Allahu a sjell riskin fëmijëve, nuk ja sjell nana dhe baba. Këta do të më ditë se cili. Allahu I furnizon fëmijët. Prandaj pejgamberi alayhis salam na ka udhëzuar, na ka këshilluar, na ka inkurajuar që me bë fëmijë sa më shumë. Siç ka thënë pejgamberi alayhis salam, martohuni dhe shumohuni, se unë do të krenoha me numrin tuaj në ditën e gjykimit. U martu, mu shumu, me bë fëmijë, me eduku fëmijë, me edukim islam. Mi mësu fëmijët prej në zvoglim se kush është Allahu dhe kush është pejgamberi alayhis salam. Mi mësu fëmijës prej në zvoglim cilat janë kushtet e islamit, cilat janë kushtet e imanit.
Se për këtë fëmijë kena me dhënë llogari. Thot Allahu në Kur'an: "O ju të cilët keni besuar, thotë ruajini vetë veten edhe familjen tuaj prej zjarmit të xhenemit, land që janë njerëzit edhe gurët, land djegëse që janë njerëzit dhe gurët, thotë ruajini vetë veten sparjarë dhe familjen prej zjarmit të xhenemit." Qysh me rujt vetë veten edhe familjen? Duke i ndjek urdhrat e Allahut dhe urdhrat e pejgamberit alayhi salam. Qysh me rujt familjen prej zjarmit të xhenemit? Me edukim islam. Ebu Hurajra përcjell se thot pejgamberi alayhi salam ka thënë se çdo fëmijë lind në natyrshmërinë e tij të pastërt. Secili fëmijë lind si musliman. Pastaj prindërit e bojnë qifut të krishter apo zjarr potest. Tani qysh janë baba dhe nana? E bojnë edhe fëmijën, ama fëmija kur lind në natyrshmërinë e tij të pastërt. Ibn Umejri thot se ka dëgjuar të dërguarin Allahut sallallahu alaihi wasallam duke thënë: "Të gjithë thot ju jeni banin dhe secili do të përgjigjet për tufën e vet." Secili prind ka mu përgjigj për tufën e vet. Secili prind ka mu përgjigj për fëmijët e vet. Se çysh i ka eduku, se çysh i ka mësu. Aja u ka dhënë hakun fëmijëve apo jo? Se fëmijëve mja u dhënë hakun çka është? Vetëm ju çu me hangër edhe me pi. Mja u dhënë hakun është fëmijëve mi eduku me edukim të mirë, mi eduku me edukim islam. Thot burri është bari në familjen e tij, edhe do të përgjigjet për tufën e tina. Shërbëtori është bari dhe rojtari pasurisë së zotërisë së vet, edhe do të jetë përgjegjës për tufën e tina. Pra të gjithë thot ju jeni barin dhe secili do të përgjigjet për tufën e tina. Edukimi i fëmijëve është prej gjërave më primare drejt të cilave ka udhëzu pejgamberi alayhi salam, madje edhe vetë pejgamberi alayhi salam u ka mësu fëmijëve akiden, u ka mësu besimin pejgamberi alayhi salam. U forcon të atyre lidhjen me Allahun, lidhjen me krijuesin e gjithësisë. I kritikonte për shkorje në mëkate, i kritikonte dhe i këshillonte fëmijët kur bëjshin ndonjë gabim. Njëherë pejgamberi alayhi salam i tha djalit të xhaxhait të tina, Abdullah ibn Abbasit. Kush është Abdullah ibn Abbasi? Komentatori i Kuranit. Ka qenë pas pejgamberit alayhi salam, më i miri që e ka njoft Kuranin dhe komentimin e Kuranit. I tha: "O djalosh, tha kam të mësu disa fjalë. Kam të mësu disa fjali, thot. Ruaja Allahun në mënyrë që Allahu me truj ty. Ruaja Allahun që ta gjesh para teje ku të që t'jesh. Kur të kërkosh, thot, kërkon nga Allahu. Kur të kërkosh ndihmë, kërkon nga Allahu. Dije se thot i gjithë umeti më mbledh edhe me të bëj dam ty, s'fuj me të bëj dam pa e shkryt Allahu. Nëse të gjithë umeti mbledhen me të bëj diçka mirë, s'mujnë me të bëj mirë pa e shkryt Allahu. Thot lapsat janë ngritur dhe fletët janë ndarë." Këto fjalë që mësoi pejgamberi alayhis salam nipit të tina, Abdullah ibn Abbasit. Edhe prej lutjeve që ka bëu pejgamberi alayhis salam për Abdullah ibn Abbasit, Allahumma faqqihhu fi d-din wa 'allimhu tawil. O lut për ibn Abbasit dhe ka thënë: "O Zot, mësoja kuptimin e fesë edhe interpretimin e Kuranit." Pastaj ibn Abbasi për shkak të kësaj duaje të pejgamberit alayhis salam është bërë prej komentatorëve më të njohur të Kuranit. Pra, çfarë mësimi nxjerrim për këtë hadithe të pejgamberit alayhis salam, që na me bë dua për fëmijët e tonë. Prej para se me lind, po edhe kur t'janë bakën e nanës, por edhe pasi që t'lindin, po derisa të dhesme me bë dua për fëmijët e tonë, që Allahu më udhëzu, që Allahu më u mësu mi fal 5 namaz. Me bë dua për fëmijët që s'janë të udhëzuar, o Allah udhëzoj, o Allah rregulloj, o Allah shtini rrugën e drejtë. Me pas gajle të madhe për fëmijët e tanë. Baba falet, fëmijët për kërkon. Baba dhe nana falen, vajzat i kanë pambulesë. Kjo është një shembulltir shumë e keqe. Kjo është një shembull shumë i keq që na do të më marrim mësim edhe mu përmirësu. S'u punona vetëm me këshir vetë vetën tonë, atë ato për vete e kanë.
Ato për vete e kanë, mirë po ti ki me dhënë llogari edhe për ata. Baba dhe nana kanë me dhënë llogari për fëmijët e vet. Nëse nuk i kanë mësua, nëse nuk i kanë udhëzuar rrugën e drejtë, dihet se udhëzimi e rrugt të Allahut, ama jo është mi marr sebepet, e jo është mi mësu prej zvoglim, çuçi e ceka. Mi mësua dhe mi eduku. Mos me lana asgjë, hajde se çika është pambulesë, hajde se është e vogël. I bën çika 15-20 vjet atë s'mlohet hiç. Se më o mësu 15-20 vjet pa mbulesë, për që ta duhet çika sa është e vogël, mi avdu mbulesën edhe pse se ka obligim për edukim. Për që ta fëmija që shka po pejgamberi selam me urdhru për namaz për 7 vjet, 7 vjet fëmija se ka obligim namazin. Mirë po qëllimi është edukimi, qëllimi është edukata që mi eduku prej në zvoglim me namaz, me mbulesë edhe me islam. E lusë Allahu në madhruar që gjendjen tonë Allahu ta përmirëson. E lusë Allahu në madhruar që fëmijët e tonë Allahu t'i udhëzon. E lusë Allahu në madhruar që Allahu fëmijët e tonë prej rrugës së keqe t'i largon. E lusë Allahu në madhruar që t'na bën prej banorëve të xhenetit Firdaus. E lusë Allahu në madhruar me na mësu me hinë xhenet pa hesap edhe pa llogari. E lusë Allahu në madhruar me na mbrojt prej zjarmit të xhenemit, me na mbrojt prej çdo fjale, prej çdo vepre, prej çdo cilësie që na çon në zjarmin të xhenemit. E lusë Allahu në madhruar me na bë prej atyre që i falmi 5 kohë namaz, bëjna vepra të mira dhe largohemi prej veprave të këqija. E lusë Allahu në madhruar me na dhon sinqeritet në fjalë dhe në vepra. E lusë Allahu në madhruar me na mundsu me pas fundin e mirë. E lusë Allahu në madhruar me na ndriçon natën e varrit, me na lehtësu urën e siratit, dhe e lusë Allahu me na të bun xhenet, qashtu qysh na ka të bun këtë vend. Walhamdulillahi rabbil alamin. Falënderimi tek Allahut, Zotit të botrave.